Mirëmëngjesit Toge, mirëmëngjesit gjithëve. A mundëni pika shkurta me na tregu çu dim janë 9 lokacione për regionin e Prizrenit për ditën e sotme, duke përfshirë regione tjera që kolektan janë në lokacione të tjera në pjesë të ndryshme të qyteteve të Kosovës. Drejtoria për Hetimën e Krimit Ekonomik dhe Korrupsionin lidhur me zbatimin e urdhërorës së gjykatës që është parafatur në zbatohet sot, ka marrë të gjitha masat dhe është organizuar që të zbatohet urdhërosa në mënyrë të përpjektë siç kërkohet edhe nga përshkrimi i urdhërorës. Gjithsej kemi 38 lokacione në gjithë Kosovën, 38 lokacione në gjithë Kosovën, ndërsa në rajonin e Prizrenit kemi 9 lokacione. Për secilin lokacion është parafatur këtë njësi speciale në sistem fituesve nga 4 deri 6 operatorë. Për secilin lokacion është parafatur fitues 4 deri në 6 fitues për secilin lokacion, si edhe kemi njësitë forenzikës, 4 ekipe forenzikës, varësisht për nevojës ku ka nevojë që të shkojnë. Shumë mirë. Për mbështetje procedurale do të jem në terren unë, jam Labinot Jetishi, prokurori i prokurisë themelore në Prizren, edhe Qazim Gjara, prokuror njësisht i prokurisë themelore në Prizren. Është me rëndësi të zbatohen procedurat në përpikri, me rastin e urdhër kontrollit, të kemi kujdes, të kemi dëshmitar, të shkohet në mënyrë koordinume, në mënyrë kohë reale do të shkojmë si në qytetin tonë, si në gjitha qytetet tjera në të njëjtën kohë. Ma mërmendja kemi siguru edhe policia femra në ato situata ku mund të kemi edhe të dyshuarat femra, kështu që prej tani ju uroj suksese edhe na prift puna mbarë. Tani po shkojmë në lokacionin numër 24, është përpilu plani operativ. Bazë të planit operativ, gjithë njësitet policore janë shpërndar në për lokacione. Jemi duke shkuar në lokacionin numër 24, ku do të kryet bastisja dhe do të mblidhen provat materiale aty që mund të gjenë. Dy kontrollet e para nisin pa probleme, por rezistenca e parë haset në Prizren. Aty policia obligohet të shkallmojë dyert e një prone. Sipas procedurës, në momentet kur dera nuk hapet pas thirrjes dhe trokitjeve të policisë, ajo duhet të hapet me forcë. Thyesjet e njësisë speciale janë aty për ta zhvilluar këtë procedurë. Policia hapet derën. Në banesë nuk ndodhet ta shkosh, po hetuesit në minutat e para gjejnë prova të rëndësishme. Brenda shtëpisë gjendet një pistolet dhe e njëjta kishte edhe shturthuesin e saj. Arma do sekuestrohet pasi nuk kishte leje legale.